A dini që shpet definon ky burr i mëshëm problemin aty që ngritin zonën? Momentin e parë kur zemrohesh, kur kacafytesh, kur spajtohesh mënyrë të vrash me dikan, largohen zemrat. E kuptoni? Largohen zemrat. E ki ngat fizikisht, por nuk i ki ngat me zemër. Pse shtyhen njerëzit? Jo pse ka larg ai. Realisht, ai s'ka nevojë me bërtit se ka më njerë qëtu, apo kupton? Pse bërtet ai? Se janë largu zemrat, nuk janë ty njëri tjetrin. Urrejtja i largon zemrat. A i keni pa këta që duhen? Kur s'keni me një të bërtit? Pse? Sepse aty e në ofru zemrat. Shini, në këtë jetë, ka t'i ofrujmë trupat, nëse si ofrujmë zemrat. Pa i ofru zemrat, nuk mundu me një tjetrin. Kështu që keni kujdes. Momentin kur janë ngritim zonin një i tjetrit, kuptojeni o problemi madh kë, janë largu zemrat shumë. Fizikisht o shumë ofer, shpirtnisht edhe me zemër o shumë larg. Prandaj nuk zgjedhet mo problemi të bërtit, se veç shkojnë të u largu zemrat. Edhe shini, krejt njerëzit që gjojnë gjutë përbasht, që duhen, që mirë kuptohen, fulin me zot të ullët. Kur do që ofruhen zemrat, që me dhënë ulen zërat, kur do që largohen zemrat, ngritën zërat.